Mirëmëngjes, dhe mirë se erdhët në një tjetër video në kanalin tim. Sot është e premte dhe është një ditë si mos më keq, bie vetëm shi. Dhe unë duhet të dilja sepse djali është mësuar, jo se e ka mësuar, po i shijon base më shumë që të flej o në makinë o në karrotë. Kështu që sa e futa në makinë njerëz, më besoni. Sa e futa në makinë pa bërë as të ndizja makinën, direkt e zuri gjumi, i mbylli sytë. Kështu që mos më thoni që fëmijët nuk e kuptojnë ku janë, nuk e kuptojnë në çfarë dhëme janë, nuk e kuptojnë thjesht duan të flenë, thjesht duan ngrohtësinë e mamit, se ky djali im thjesht do makinë, karrotë, ajër të pastër, mundësisht ajër të ftohtë. Nga cila anë ka kjo makina për të pushur, nuk e di. Duhet i hedh naftë makinës, po se di cilën anë ka ku është ana tjetër. Kështu që duhet të dilnim dhe thash dhe ju marr edhe juve me vete. Do shkojmë fillimisht tek Zara. Kam për të ndryshuar një fustan që e kisha bler për vitin e ri. Sepse qëllovi qarë këtu të mënga dhe unë s'kisha atyre kohë që ta provoja. Kështu. Ti hedhim që naftë makinës dhe pas... Sa po arritëm tek qendra tregtare, quhet Tria Galeri, dhe do doja shumë të blija edhe një kapele kështu për dimër në ngjyrën e kësaj, domethënë për bore. Keni parasysh këto flufi në ngjyrën kështu bezh të kësaj. Jo si kjo xhaketa, po në ngjyrën e kësaj, sepse Kiani ja kam bler një xhup në këtë ngjyrë kështu si arush dudush, edhe dua të kombinohem se nesër do shkojmë në borë. Dua të kombinoj me djalin, se me pellushin e bardhë më kombinuar një herë. Nuk bën më sens. Kështu që do kthej edhe fustanin tek Zara, dhe nëse Kiani fle, unë do ulem në kafe dhe të përpunoj disa video edhe për TikTok edhe për YouTube. Edhe tek New Yorkeri do shkojmë njërë fillimisht, sepse te New Yorkeri ka gjithmonë diçka të mirë dhe gjithmonë ulje të mira. Djali u zgjua tani, po sa ignorante jam, nuk kam atë kangurin. Qa nuk në qanë. Sa e bukur kjo paltoja e zezë, po unë kam palto zezë. Kështu që këtu po kërkoj për ndonjë kapele të bukur. Edhe trikot bukura paska. Këto edhe ngjyrat. Po kjo ka këtë ngjyrën këto që më pëlqen. Të shikoj njës. Nice, Nëse nuk gjej tjetër, do marrë këto. I mora të dyja, dorashkat, edhe këto kufjet. Ishin masa ime këtu, se bash fare, po mirë më duka. Një të shikoj. One side, janë një mas, kështu që jemi okay. I mora. Bëra një pyetje në Instagram tani për këto kufje, ti marr apo jo? Ndërkohë që unë i mora. E kisha në mendje që do t'i bëja dhe pastaj do t'i merrja apo jo. Jo se tani mua më pëlqyer, po thjesht për të kërkuar një mendimin tuaj, unë i mora dhe pastaj bëra polin në Instagram. Nëse po shkoj te Zara tani, te lë fustani dhe po shikoj që paska ca ullje, sa gjëra të kuqe, tabela të kuqe shikoj, kështu që mbase blej ndonjë gjë tjetër. Sa fustane të bukura. Për 9 euro edhe mora këtë këtu të zion. Shumë i bukur qënka. Edhe këtë, sa i bukur dhe këtë, po kë.
I veçantë. Marrim dhe një lëkurë. Edhe kjo 9 euro është. Ku e ka etiketën? Ta shikojmë. Ba, sa i bukur dhe ky. Po më bëjnë mua më këto? Extra small-at? Se di. Ktheva fustanin dhe në vend të atij mora 4 gjëra të tjera dhe pagova vetëm 10 euro, sepse fustani sa goxha i shtrenjtë, kurse uljet që unë gjeta ishin super, do t'ja tregoj në shtëpi kur të shkoj. Tani do shkoj edhe një herë poshtë, sepse poshtë është gjithashtu një dyqan që mund të gjej një nga këto kapuçat që kërkoj. Nëse nuk e gjej, pastaj thjesht do ulem te një kafe lart. Nuk është se do shkoj, do dal jashtë, sepse jashtë dhe goxha shi. Do shikoj, nuk e di. Shkoj një herë poshtë, shikojmë këtë dyqanin që po mendoj, edhe pastaj shikojmë. Ose te ky dyqani këtë vol, ose është një rozë mode atje në fund, që mund të gjej mbase një nga këto kapelet që kam qef. Po futem një herë këtu, se mbase është më lirë, dhe të shikoj nëse do gjej diçka aty. Qënë se pas ka këtë çantat të flufi, kam pak shpresa që mund të gjej në kjo gjoja që kërkoj. Ka çizma shumë të bukura. Me sa janë? 20 euro. Këto që nga ma uri. Bëra, dola me djalin në shi, se dua pa tjetër të shkoj në një dyqan. Kam edhe mbrojtën, po bje shumë shim, pas edhe do kthehem. No. Kthehemi. Dyqan nuk është fare ftohtë. Do me thënë 5 gradë, 4 gradë, por duke menduar se sa ftohtë ka qenë ditët e fundit, mua nuk më duket fare ftohtë. Kështu që nuk do shkoj te ai dyqani që po mendoja të shkoja, por është një dyqan këtu fare afër, që ka nga të gjitha gjërat e mundshme. Ky këtu. Edhe kam pak që aty ka goxha kapele. E mbase kam pak gjithë ato lloj që dua unë. Nuk e di pse u fiksova, po do ta gjej ora sheptiqa. Edhe ka gjëra të ndryshme, shikoni veçantë sa të bukura e roza atje. Këtu. Shumë gjëra të bukura, shumë gjëra të mira ka. Edhe po shikoj që ka edhe kapuça. Por unë dua atë kapuçën që është kështu si teddy bear beige. Jo normal. Shikoni që mund të gjejmë këtu. Shikoni. Gjeta një të bukur. Po do hyre dhe brënda, se pas ka shumë. Shikoni, kjo këto. Kjo që ka. Sa kushton? 10 euro. Po e marrë njerë, nëse nuk gjej tjetër, ta provoj këtë. Këto kufjet pas ka gjithandej. Edhe dorash, ka pas ka gjithandej. Që po kërkoj besoj është kjo këtu. Që ka shumë madhe kjo. Sa kushton? 20 euro. Nuk besoj se do marr kapere për 20 euro. Dhe shumë e madhe. Nope. Do me thënë, unë kam këtë ngjyrën. Është edhe kjo ngjyra, pastaj që është çik më e errët. Nuk është fiksa ajo që kërkoj, me thënë drejtën. Nuk e di. Dhe nuk di këtë ngjyrë të marrë këtë apo këtë. A pas njëra. Nuk është fare ajo që kërkoj, kështu që no. Nuk do blen gjëra koti. Ups. Skida dhe floko, shikoni. Tani sa po jam ulur në një kafe, jam shumë afër e parkimit dhe po rri këtu derisa të zgjohet djali që t'i jap të pi, sepse po shpërthen kjo.
Mendova që ishte vetëm dje që fleti gjatë prej vaksinës, por edhe sot po flet ka që në orën 10. Ora është 12:30, toj shqyr. Po ta di për herës tjetër që të nisem dhe në vende më të largëta se fle mirë. Nesër do shkojmë te ai vendi përbor dhe vetëm rruga është 1 orë e gjysmë, kështu që besoj të jemi shumë mirë se nuk do qaj në makinë. Ku i kam lerjet? Dhe kur të shkoj në shtëpi do t'i provoj fustanin dhe do t'ja tregoj nëse na le janë gjithmonë. Domethënë para ditën e bërëm sot gjumin, unë nuk kam bërë ecjet që më duhen, domethënë pa 10.000 hapa nuk e mbyll ditën. Kështu që do shkojmë në shtëpi, pasi do rim pak dhe pastaj do marrim prap karrocën, do dalim prap qiro të ecim, le të bjerë shi sa të dojmë. Nuk na ndalon as shiu, as breshëri, as gjë. Jali fle akoma, po unë vendosa që tani është koha që të kthehemi, që edhe kur t'jemi në shtëpi ta ushqej djalin në qetësi, në gjë në shtëpi. Edhe nëse zgjohet tani, jemi vetëm 15 minuta apo 10 minuta larg shtëpisë. Besoj që doja dali që mos të qaj. Shpresoj. Hajde tani ta parkojmë në makinë edhe kurqëzojmë gishta që deri në shtëpi do jetë okay. Djalin e kam vendosur te krevati dhe po flet me kafshët që rrotullohen. Dhe t'ju tregoja shpejt çfarë bleva, pra këto i pat tek New Yorkeri, shumë të bukura. 10 euro dorashka, 10 euro po dorashkat, shumë cute dhe shumë të ngrohta. Edhe 6 euro këto. Mund të vishen nga 2 anët? Jo. Kështu. Paktën kur ka flokët mund të vendosësh këto. Tani çfarë mora te Zara, mora këtë fustanin super cute për në verë, shumë e bukur. Dhe besoj që do ta vesh parfum. Shikoni si flet janë. Kam besoj edhe një të bardhë si ky përapërsisht. Nuk e mbaj mend, e kam atë Zara. Ti provoj dhe t'ja u tregoj të gjitha. Është ky fustani këtu që duket shumë i bukur. I shkurtër dhe seksi me këtë qarë. Mora këtë fustanin kaf. Shumë cute edhe kjo me këtë pjesën këtu. Shumë sensuale të thoja. Dhe mora edhe këtë bluzën që është kështu si me golf. Për në verë. Vetëm për 5 euro. Apo 6 euro. 5 euro nga 16. Mbaroj muzika, i ka t'ja dhe vazhdojmë provën. Kjo është bluza e parë. Nuk jam e sigurt, por më duket diçka e veçantë me këtë jakën këtu dhe me këto shpatullat e nxjera. Edhe pse nuk kam recipeta, ka 2 copa këtu domethënë, edhe duken shumë pak, edhe është pak ftohtë, prandaj edhe mbase duken pak. Por që në verë besoj është shumë okay, plus që nuk do të kem gjithmonë kaq të mëdha gjokse, tani po jam të qik, kështu që do paksohen. Kështu, kjo ishte bluza e parë. Çfarë po them, do vesh fustanin. Këtë vesh, do vesh të kuqitash. Ky është fustani i dytë. Edhe pse tani e kam gjoksin që po ushqej djalin, më rri i madh, kështu që këtë do besoj të shkoj ta ndërroj, por shumë i bukur, ose ta ngushtoj këtu pak, sepse unë kam shpatullat e vogla dhe po e ngushtoj, pastaj është shumë okay, por është shumë i bukur, kështu që mendoj, ndoshta edhe mund ta mbaj, edhe këtu ta qep pak, sepse fustani është shumë i bukur dhe çama është small, mua më duhet extra small. Wow! Jam shumë krenare që jam extra small. Shumë i bukur është, e kam marrë për 13 euro, kështu që nuk e di mbas se vetë do ta mbaj, e kam kapur këtu tani me një kapse. Çfarë mendoni? Më shkon? Po apo jo? Fustani tjetër është ky fustani këtu kaf që vjen i gjatë. Edhe ky është goxha sensual, më pëlqen, po dhe ky më ri i madh këtu. Njerëz. Masa small më ri i madhe. Wow! Gjithsesi është shumë e bukur dhe besoj që do ta mbaj, mbase do t'i shkurtoj vetëm pak këto ripat. Edhe mendoj që është shumë okay. Shumë e bukur, e njërojni këtu që më ka kapur me thonjtë e ti Kian, më ka bërë keq. Shumë e bukur është. Çfarë mendoni? Më shkruani në koment. Edhe provoj dhe fustanin e fundit. Ky këtu është fustani më girly që mund të blija.
Që sa i bukur që është, më pëlqen shumë. Është super i rehatshëm, ka edhe copë nga poshtë, kështu që nuk duket asgjë. Dhe edhe pse është i shkurtër nga që është kështu i gjerë, është shumë cute, është shumë nice edhe hënjerës. Duken prapë si një çupuline, si një vajzë dhe jo si një mami. Shumë i bukur. Këtë e mora për 9,90 €, pra 10 € nga... Ku e ka çmimi? Nga 30. Shikoni, kjo është fitim. Kështu që këto ishin të gjitha gjërat. Tani djalin e ushqjeva, është te krevatka e tij dhe sapo t'i vi gjumi, do dalim prap, sepse nuk kam bërë eci dhe hapat e mia. Kështu njerëz, fustani kaf, që thash mendova që është masa small, është masa extra small dhe prap më rri ma. Kam arritur, do me thënë, kile të shtatzanis janë shdukur të gjitha, por jam 2 kile më pak se qenisa shtatzanin. Dhe unë nuk dua që të humbas më shumë kile. Mirë, po ndonjëherë nuk kam kohë që të ha buk ose ha shumë pak, edhe dash shumë për ecje. Dua tani që t'i mbaj këto kile dhe që thjesht ta tonifikoj, dhe kam menduar që kur të flej djali në darkë, Shtefani vjen dhe unë kam një palestër që është super afër. Do shkoj ta shikoj një herë se nuk e di çfarë pajisjesh ka. Do shkoj ta shikoj sa kushton edhe do shkoj aty mbasi të flej djali për 1 orë, për shembull 3 herë në javë, diçka e tillë. Edhe në verë duhet ta arrim qëllimin që të kemi trupin kështu, për pushime dhe për roba banje. Kështu po iki se po e gjoj djalin që po ankohet tani. Do ta marr. Ta mbaj pak në qik këtu në për shtëpi dhe pastaj do dalim, do veshim mushaman, se bie shi, edhe dalim bëm ecjen ton edhe biri të flej prap gjumin e tij të dytë. Ja dola që kian ta vë në gjumë në shtëpi. Kështu që po përfitoj, me që jam këtu, të bëj gati bukën. Stefani vjen në orën 11 të natës, po e bëj që tani dhe pastaj thjesht ta ngrohin. Sot do bëj nachos me patate të ëmbël. Kam parë një recetë në internet dhe më duk shumë interesante, kështu që kam marrë 2 patate të ëmbla. Në internet nuk i qëronin, unë fakt do t'i qëroj se nuk i kam qef shumë. Edhe, do t'ja u tregoj hap pas hapi. Do më zënë dhe një ditë këpërse. Shumë po qëroj njërës, nuk e di hanë edhe me lukur patatet e ëmbla, apo thjesht i kam keq kuptuar në vizion. Edhe po të hashim prap, më duken shumë të trasha lëkurat, kështu që no, nuk është për mua. Do marrim një thik edhe do t'i presim në mënyrë jo shumë të trash, jo shumë të hollë, po kështu rrethore. Po e laj një herë patate, por i bëj një vetëm një, se nuk e di. Mbas edhe mund të më dalë. Të marrim tepsin edhe të vendosim të gjitha kështu si shtres. Po i marinoj një herë këtu. Peri kuq. Persi.
Do t'i futim në forë të piqen. Nuk di të flas me temperaturë, kështu që le të vazhdojmë. Ka mish këtu të gërrir. Se ti ta marrë gjithë. Po e pikë të gjithë. Ndërkohë këtë do ta skuqim dhe do t'i hedhim pak salcë tomate edhe kaq. Duket kështu tani. Pastaj do t'i hedhim gjërat sipër, edhe është gati. Do t'i hedhim guacamole, do t'i hedhim salcë kosi edhe një si sallatë kështu me tomate. Ne dolëm se nuk na rripën në shtëpi. Dhe jemi gati për të sfiduar të ftohtin dhe shiun. Me Ponçi do t'i marrim te makina. Dhe kemi të çadrën e madhe. Dhe e dalim kja. E si dua. Do bëjmë një rrugë tjetër sot, okay? Ky është përfundimi, pasi e ngroha, I kam hedhur avokado me limon dhe me krip, këtë sallatën tomate, qep dhe peterzilje, majdanos dhe kjo këtu është salcë kosi, siç e gjeta. Dhe ky është përfundimi.